Delvina ime dashur, vëndi i lindjes, i jetës, i fëminisër, lufta jote e para 82 vjetëve, lufta qetave partizane në brenda qytetit, në lagjen Xharmahall, më solli me mendje dhe zemër prapë të ti. Jam sot me ty në këtë përkujtim të traditës tënde, por dhe të kohës time, të asaj fëminie të vështirë, po shumë heroike. Vitet 42, 43, 44, ku lëvizja jonë nacional shqiptare, ku ajo luftë e radishme mori përmasat e saj dhe finalizimin e saj, unë isha në dispozicion të familjes, duke shqitur vezë dhe sene tjera, në fillim në ushtrin italiane, që ndërtoj gazermat në lagjen time Vare, kopshet dhe trojet e banorëve ishtë mulloj me një rjet gazermash, pastaj me ushtarët grek që i unë për para italianët në luftën italo-greke dhe u vendosën në ato gazerma ushtarët grek në Delvinën time dhe mandej mbas kapitulimit të Italisë në shtator të 43-shit, në Delvinën time, po në ato gazerma, u vendosën repartet gjermane si pushtus të ardhur nga Greqia dhe nga tretime të tjera. E përjetova 9 vjeç, 7 prillin e 39-ës, po me një ndërgjegje të avancuar. E dija që dyqa thoshte shprehjen demagogjike, Albania e nel mio cuore, Shqipëria është zemrën time. Po, kjo shprehje demagogjike e një pushtuesi tipik fashist bashkë me nazizmin gjerman, kishte një përmbajtje të saktuar, kishte çizmen italiane, kishte bersalierët italian që me motora, me reparte motora, më kaluan në rrugën kombëtare para oborit të shtëpisë time, nga Saranda në Delvin, nga Delvina në Gjirokastër. Por nuk mund të harroj unë atë moment që pushkë i bënë trimat atetarë shqiptarë, jo vetëm në Durrës me Mujor Qinaku e në Vlorë, po edhe në Sarandën time, 16 kilometra nga Tirana. Edhe në kodrat e Delvinës, front të lufte, u bë Delvina, time dhe flak atë natë në kujtesën time. 13 vjeçare gjysmë, ajo luftë, ka lënë gjurmën të thella, ishte Leila Malo, bia 15 vjeçare, e cila më e vorshkël se pushka e saj, atë muaj të koriku të 24, kishte dalë partizane, kishte dalë në mal me shokë të tjerë, dhe pas 2 javësh erdhi në qytetin e saj, me front lufte në lagjen e saj Xharmahall, luftoi dhe atje ra. Ajo ra si heroin, po Gjerman dhe sidomos veglat e tyre, ballistët, pa pikë qytetarie, pa pikë njerëzëllëku, si tradhtar dhe gërsira i tërheqën zvarr në për qytet që t'ju kallin të merin
banorëve. I quanin në sheshin e Delvinës rrës rapit shekullor dhe atje të shtrirë tentuan që të shkonin dhe hedhin, siç jau shkojnë qenjave ose kesave të tjerë. I lanë atje trimat, djemtë e nënave, trimat partizan. I lanë derisa mori erë qyteti nga kalbëzimi, ky është barbarizëm me të vdekurin, një shenjë antinjezore, një shenjë shtazarake, që nuk e shko në mend botës as vëndit më të egër. Këtë e bën në Delvinën time edhe sot e kësaj dite, është plaka lapidar me emrat e të rënëve që ju kujtojnë brezave, se para 82 vjetëve këtu kanë rënë këta bi dhe bija rënër për lirin, për Delvinën, për Shqipërinë. Leila Malua, kjo heroinë që nderoi veten, trungën e saj dhe Delvinën, ishte një vit me madhe se unë, por unë kisha lidhje me të. Isha me Neim Malon, i cili bashkë me vëllan tim, Surja Hakon, shkuan në brigadën e 12 në malë. Isha me Ferdin Malon, moshatarën tim, dhe këtë vajzë të njomë nuk e kisha takuar, por e takova si luftëtare, e takova si heroin, ashtu të shtrirë, si dëshmore e ateut, dhe për më tepër e takova të torturuar barbarisht nga balishët. Këtë pamje kam qenë e pashë, e përjetova dhe më ngeli në jetën time si pika e kufirit midis adetaris dhe tradhtis, midis patriotizmit dhe mercenarëve. Me bë edukat parim udhëheqës. O jeto dhe duaj e vendin dhe popull të lirë, o kalbu si tradhtar me shpirt renegati, shiko interesat, shite lëkurën dhe shpirtin të njëri apo tjetri pushtusë dhe moho atëre. Kjo demonstrua në atë sheshë,